Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e madhruar e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavat dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjejnë këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Do të vazhdojmë edhe sot të nderuar vëllezër me porosinë e radhës nga porositë që jemi duke i përmendur nga njerëz të caktuar, të cilat porosi i kanë thënë në rrethana dhe raste të caktuara. Këto janë porosinë e prag të vdekjes së tyre, të cilat padyshim se e kanë një domethënie sikurse e kanë përmendur të madhe për neve. Sot do të përmendim porosinë e Muadh ibn Jabelit radhiyallahu anhu, të cilën e tha në prag të vdekjes së tij. Muadh ibn Jabeli radhiyallahu anhu ishte një nga ashabët e njohur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ishte një nga ata të cilët krahas të udhëzimit, fesë, edukatës që e morën nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishte e njohur edhe me dituri. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të ka thënë: "A'lamu an-nas bil halal wal haram Muadh", njeriu më i ditur për gjërat e lejuara dhe të ndaluara është Muadhi. Madje ka thënë për të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Muadhi do të jetë në largësi të dietarëve ditën e gjykimit sa sheh syri. Do të thotë larg për tyre do të jetë për gjithë dietarëve, në kuptim të pozitës dhe ngritjes që Allahu xhallahu ala ia bën për shkak të dijes së tij. Posa vdeq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Muadhi e mori atë porosinë e madhe që i dha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me obligimet e robëve ndaj Allahut dhe doli në pjesë të tjera të botës që t'i mësonte njerëzve fen. Dhe në fund i erdhi vdekja në Palestinën e sotme. Do të thotë atje e zuri vdekja ku përhap një smundje e rëndë, një smundje, një epidemi e vështirë asaj kohe u përhap dhe si pasojë e kësaj i vdeqën të gjithë anëtarët e familjes. I vdeq fillimisht djali i tij Abdulrahmani e pastaj të tjerë me radhë derisa në fund u prek nga kjo smundje dhe vetë Muadhi radhiyallahu anhu. Ishte një epidemi e rëndë e vështirë që pak njerëz në atë vend, në atë kohë shpëtuan. Dhe posa e ndiu fundin e jetës së tij Muadhi radhiyallahu anhu, i tha disa fjalë që me të vërtet ka një domethënie për neve. Kur e ndiu vdekjen dhe kur e ndiu afërsinë e daljes nga kjo botë, tha merhaban bil maut. Tha mirë se vjen o vdekje, mirë se vjen o musafiri i pritur që sa kohë, edhe pse na ke gjetur në varfëri, në kuptim të përgatitjes dhe veprave. Nuk kemi shumë bollëk me shtruan sofrën tonë, mirë po të kemi pritur që sa kohë, nga se epidemia, smundja, vdekjet, ka di që është afër. Pastaj u kthy ka Zoti xhallahu ala dhe tha: "O Zoti jam, të rjetën kam pas, të rjetën jam munduar që ta kem frikën ty. Ndërsa sot kam shpresë të madhe në ty. Dhe ty të kam dëshmitar se nuk e kam dëshiruar mbetjen këtë botë për të lundruar mbi lumej, as për të shëtitur në përpyjet e bukura të kësaj bote, e as të përjetuar asnjë kënaqësi, por e kam dëshiruar qëndrimin këtë botë për agjerimin e ditëve me vap nxehtë dhe për qëndruarit e gjatë në këmbë gjatë natës për të falë. Kjo ka qenë për shkak kam dëshirë me nejtë këtë botë. Prandaj me këto fjalë tha la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, e tha shahadetin dhe e dorëzoi shpirtin e tij Allahu xhalla xhelaluhu. Kjo porosi e shkurt të ndërlozur jep disa kuptime të rëndësishme që nuk dua ndoshta ta zgjatë në shpjegimin e tyre, nga se vetë fjala e tij mendoj që është shumë domethënëse. E para nga ato që dua të përmendni është ballavaçimi besimtarit me melekun e vdekjes. Apo nga se ka thonë mirë se vjen
o mik i pritur. Domethënë, ne jemi në pritje të këtij momenti, ne nuk e dim kur ndodh kë. Por e rëndësishme për çdo besimtar është që ta dinë se do të takohet me të. Prandaj në çfarë mënyre kemi u taku me të? Në çfarë mënyre kemi u taku me të? Prandaj nga jap me kuptues se muslimani duhet gjithmonë të ruhet në fjalët e tij, të ruhet në veprat e tij, ka se nuk din me çka i përfundohet. Nuk din me çka i vije fundi. Ndërsa njeriu që mundohet gjithmonë të jetë në punë të mira, padyshim se Allah i manduar këtë njeri e ruan që të vdes në punë të mira. Por ai që nuk kujdeset, nuk e din pastaj njeriu Allah na ruaj, a zë vdekë duke e shajt dikën, a duke ofenduar dikën, a duke nënçmuar dikën, a duke bënë punë të keqe, ku e din çfarë zë vdekë. Prandaj pritja e vdekjes nuk nënkupton për besimtarin dëshpërimin. Pritja e vdekjes nuk nënkupton për besimtarin një lloj zhgënjimi edhe ftofi për kësaj bote, por nënkupton përgatitje për të. Ka sa do të vijë pa na paralajmëruar, pa na treguar momentin. Prandaj njeriu duhet të jetë i gatshëm për këtë akt, duhet të jetë i gatshëm për këtë moment të cilin ai nuk e din. Dhe pikërisht kjo është ajo që ka thonë Muadhi merhaban, merhaba i ka thonë vdekjes. E njeriu i thotë merhaba diku që e pret, edhe din që i vjen, edhe një, edhe ka pas më herët një farlloj mendimi për të. Nuk e ka zënë në befasi vdekja Muadhin. Kjo është më rëndësi. Prandaj edhe dietarët e artë na kanë mësuar që me lut Allahun nga vdekja e befasishme. Edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam disa lutje ka thënë, do thotë kërkoj mbrojtje tek ti nga vdekja e befasishme. Vdekja pa pritë, pa kujtu. Qase kjo s'jap hapësirë as me kërkuj istighfar, as me thon shahadat, as me bëu vetëm pa gati kështu me radhë. Prandaj besimtari duhet gjithmonë të jetë në përgatitje të këtij momenti të dalës nga kjo botë. E dyta që duhet ta përmendni është se sado që njeriu gjatë jetës ja ka frikën Allahu xhalla xhelaluhu dhe kjo është e kërkuar. Megjithatë, në momente vdekjes duhet në pas me nëtë mirë për Allah xhallahu ala. Sikur që ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu bi rabbih. Çdo kush për juve le të ketë mendim të mirë për Allahun kur është duke vdekur. Mendim i mirë se Allahu ka më fal, se Allahu xhallahu ala nuk ka më dënu, se Allahu xhallahu ala ka më mëshiru. Por kjo në këtë gjendje të shëndosh nuk është shumë efikase gjithmonë. Ka se e bën njëri me konë neglizhent ndaj punëve. Po në momentin e vdekjes kur s'ka hapësirë më për punë, s'ka mundësi me punë, gazosh funi, tash në këtë rast e aktivizon mendimin e mirë. Për Allahun te barekuhu teala, se Allahu xhallahu ka më fal, ka më mëshiru, dhe kjo e shtyn që në këto raste të kërkon mëshirën e Allahu xhallahu ala dhe faljen prej tij. Gjithashtu ajo që duam vranë për në fund është Muadhi radhiyallahu taala anhu tha: O Zot, ti e din se unë nuk e kam dëshiruar qëllimin këtë botë për këtë botë, por për shfrytëzimin e kësaj bote. Shfrytëzimin e kësaj bote në çfarë drejtimi? Drejtim të fitimit të ahiretit. Prandaj sikur që me të vërtetë e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe Allahu xhallahu ala para tij në Kur'an se kjo botë është një arë, është një fushë ku ne të mbjellim për ahiretin tonë atë. Andaj çdo kush atë që mbjell këtu do ta korr nesër tek Zoti xhallahu xhelaluhu. Prandaj edhe Muadhi ka thënë, unë nuk e kam dëshirë këtë botë, nuk po mjet zhik që po dal për kësaj bote, se s'kam mundësi më me hongër të pisoj atë. Nuk po mjet zhik që po dal për kësaj bote për shkak se nuk kam mundësi me shetit më udhë të mira, e nuk kam mundësi më kënaq me ditë e saj, por veç po mjet zhik që po më ndërpet mundësia e ibadetit, po më ndërpet mundësia e punëve të mira. Andaj e ka lakmu qëndrimin këtë botë për çfarë arsye? Për me agjeru në ditët me vapë, për me fal namaz, për me bëu të mira, me përmend Allahun xhallahu ala. Andaj çdo kush më apo vetë ti këtë pyetje. Mes ti mes Allahut, s'ka nevojë me ka dikujt, ai vetë me vetën e tij. Pse ke dëshirë me jetu edhe pak apo? Po të është e mundshme për shembull, po të është e mundshme kjo, nuk është e mundshme, po sa për ta ilustruar me një shembull imagjinar, po të është e mundshme për shembull që të na shpërndahen aplikacione, apo on gjithë keni me vdek, po bëne ka një kërkesë tek Allahu që me ushtu jetën. Me u jap ka një 10 vjet Allahu jetë. Dhe aty në aplikacion me kone shënume, sa po ki qef mërnua dhe pse po ki qef bashkë i ka që mërnua për. Çfarë arsye kështë përmend aty, prej arsyeve që kështë pas qef me edhe pak me lejtë të, edhe pak mërnu.
A do të ishim sinqert? A do të ishim sinqert në qoftë se do të përmend në prej shkaqeve të qëndrimit këtë botë adhurimi Allahut të xhel. Me thonë Allah, unë kam dëshirë me lënë këtë botë do ditë ose do vjet për shkak se u kënaqsha namaz sabahit. E si të vdes s'ka namaz sabahit më. E u kënaqsha në Ramazan. E stani s'ka Ramazan më. A është sinqerisht që kjo dëshira jon apo dëshirë tjetër është apo? Apo dëshira që kanë të bëjë me përjetimet e shkurtra të kësaj bote. Prandaj besimtari kënaqet padyshim edhe me familjen e tij edhe me shoqërinë e tij edhe me këtë dunjë, nga se këtë Allah ka bërë për më kënaqë normal. Mirë, po nuk është kjo kënaqësia e tij kryesore. Dhe nuk është ky shkaku i tij kryesor pse ai ka qenë në këtë botë. Prandaj burrat e parë janë kënaqur me adhurim. Janë kënaqur me adhurim. Prandaj Ebu Muslim al-Khawalani, një nga muslimanët e hershëm, ka thonë: "O Zot i madh, para se me vdek, ka thonë: O Allah i madh, nëse dikujt pi robëve tuaja ke mundsu mu fal në varr, bënë mu dyti pitin aftën. Nëse dikujt ja ke mundsu namaz me bën varr, mundso mu ti jam unë i dyti. Mos më ndërpej namazin as në varr duke qenë aftën. Nga kënaqësia e madhe që i ka për tupi namazin. Pa sa njerëz kanë pasur çfarë dhe kudes më fal. E do njerëz për zgjallin me zon xhamisën i bën aftën. Ose kur vim xhami me zipresin me dal pe saj, me vazhdu jetën tash në kënaqësitë, bukuritë, punët e saj e ngarkesës së kështu me radhë. Andaj për muslimanin jeta ka kuptim kur është në adhurim të Allahut azza xal. Jeta ka kuptim atëherë kur është në urdhën e Allahut xhallahu ala, në zbatimin e kënaqësisë së Allahut xhallahu ala. Prandaj edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çfarë ka thënë në lutje? Në lutje ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, lutje e madhe kjo apo? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan li min kulli shar. Kështu bëte dua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. O Allah, aslih li dini, ma ruaj dhe ma përmirëso fen teme, e cila është bosh të jetës tem. Është kuj rujtja jam, pa ta une, s'kam kur gjë. Ma përmirëso këtë botë ku unë jam duke jetuar. Ma përmirëso venin ku përjetoj. Dhe o Zot, ma përmirëso ahiretin ku unë do të kthejhem. Ma regula vend këthimin tim. Waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kjo është lutë që duhesh me bo. O Allah, ma bë këtë jetë vazhdimsi në shtim të punëve të mira dhe ma bë vdekin shpëtim nga çdo e keqe. Edhe një lutë ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, o Zot, në momentin kur do me sprovu një popull, më nxjerr për ty dhe më shpëto. Nga se nuk dihet çka ndodh. Çka i vjen jetën i besimtarit mu prek për një sprovë e cila ja ndron drejtimin e jetës. Jo ka kibla mo, po dikon tash të drejbjem, pse? Një sprovë e madhe ka godit. E sprova nuk ka veç smunja dhe varfria, po dikush kur pasurohet, dikush kur begatohet, e ndran kurs në jetës tij atë. Prandaj besimtari duhet Allahun me lut gjithmonë që Allahu t'i ruan jetën me ibadet, jetën me adhurim. Dhe të kërkon nga Allahu xhallahu ala që t'i shton jetën për shkak të ibadetit, adhurimit, përmendjes së Allahut, për shkak të mundësisë së shtuar për të bërë mirë. Këtë ka besimtari dëshirë atë. Pse? Jeton këtë botë pse mund të bëjë mirë atë. Alhamdulillah. Mundet edhe mi bëj vetë mirë, por edhe mi bëj të tjerë mirë atë. Prandaj, cila është ajo që e bën interesante jetën tonë? Shkaku i jetës tonë. Pse kemi qejf me jetu më tepër? Përgjigjja është tek fjala e Muadhit radhiyallahu taala anhu. Andaj Allahu xhallahu ala na mundsof që sado që jetojmë në kësaj bote, të jetojmë gjithmonë në vazhdimsi në shtim të punëve të mira ato. Sikur që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më i miri për ju është ai i cili jeton gjatë edhe bën punë të mira. S'ka më mirë, wallahi, se një njeri dhe për lakmi është që me i pa disa njerëz të moshuar, i ka bërë 70 vjet, i ka bërë 80 vjet dhe vjen në xhami, subhanallahu. Kjo është hajri i madh. Me ta mundsu Allahu azza xal me jetu gjatë apo edhe me ardh në xhami, edhe me agjëru, edhe me bëu punë mirë, kjo është më e mira. Dërsa ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më i ligë është ai që apo ka bërë shumë vjet, e këto shumë vjet që i ka bërë
si kanë vit për asgjë tjetër veçse me punë të këqija atë. Do sa më shumë vjet bën, sa që dikush thot më mirë ti shme dek që ky para 20 vjetë me eratish kur edhe edhe apetina. Allahu na ruaj atë. Prandaj le të jetë jon shtimi punëve të mira, kthim tek Allahu xhallahu ala, edhe mundësi që sa më tepër të arritim bagazhin e punëve të mira nesër kur dalim për Allahu të mënduar. Të kemi mendim të mirë për të dhe atij të drejtohemi me lutje që Allahu na përmirëson fen ton, e jetën ton, ahiretin ton, dhe Allahu na bën jetën shtim të punëve të mira dhe vdekjen shpëtim nga çdo sprovë dhe nga çdo e keqe. Allahu e shpëlojë me kaq për do fund. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.